Belinda Ballukut. Bëri dhe incident tjetër shumë të rënd para disa ditësh, duke e vendos atë përballë të ngarkuaras me punë Shtetet Bashkuara të Amerikës aty, duke bërë fakt kryer që gjasme takohet i tani, ja ku e ke këtu. Kjo është e paimagjinueshme dhe në gjuhën diplomatike ky quhet skandal, sepse e ngarkuara me punë ose ambasadorja e Shtetet Bashkuara të Amerikës për lehtësi në fjalë nuk mund takoj dot një njeri e cila nuk është në hetim, është e akuzuar, është e pandehur, është marrë për tani dhe në informacionet që unë kam, janë shumë tendera të tjerë që do dalin hap pas hapi në rast se kujtojmë teknikën komunikative që ka bërë Spaku fillimisht, që tha është për një çështje supervizioni, pastaj kur gjithë u turrën tha ora kjo qeka e vogël 50 milion euro tuneli, loti i parë i Unazës, disa lote tjera, aeroporti, Thuman Kashar dhe shumë histori tjera të cilat janë tani më në duart e Spakut. Unë kam informacion që kjo zonjë është hetuar që kur ka qenë te ANTA, Agjencia Ndërkombëtare e Trafikut Ajror, që kur ka qenë aty. Pra imagjinoni se çfarë bëhet etj etj. Por ka i problem tani dhe pyetja këtu shtrohet për ta ezauruar përgjigjen që pyetjes që u bët. A mund të bëjë një njeri në kokën e vet në Shqipëri, sidomos kur ka çelësat e qeverisë në dorë, se fyra më e madhe që u bë popullit shqiptar dje ishte prania e asaj zonje në sallën e Kuvendit. Ajo duhet kishte dhënë dorëheqjen. Fakti që nuk jep dorëheqjen minimalisht nuk duhet shkonte në sallë të Kuvendit aty, sepse kishte çelësat e qeverisë në dorë në mungesë të kryeministrit Edi Rama. Pra ajo është kryeministri. Atëherë kjo zonjë ka bërë në kokën e vet. Atëherë unë po ju them diçka. Në rast se Arben Ahmetaj, zëvendës kryeministri i Republikës së Shqipërisë, ishte manjak i letrave për të dokumentuar shkeljet dhe korrupsionin e qeverisë Rama, zonja Belinda Balluku është manjake e videove në raport me kryeministrin Edi Rama. Kemi video, prandaj ata janë si vëllezërit siamez, kur smuret njëri te shtin tjetri. Një sekond. Ti thua, ti nuk kemi sa qefi pas kanë këto videot më burr ta interesante. Tani shiko është vetëm video ti kemi qef gjithë lejnazet tash. Është vetmja mënyrë që zonja. Një sekond, lutem. Të gjithë po thonë, duket se ka një konsensus dhe në spektrin opozitar që po thonë nuk po mbron Belindën, po mbron veten. Po. Ti thua që në fakt nuk është se po mbron veten, thjesht veten, por po e bën se e ka peng Belinda nëpërmjet videove. Po patjetër, shiko. Në rast se do të bëjmë një kronologji të gjitha arrestimeve që kanë ndodhur në Shqipëri në nivele të larta. Sajmir Tahiri u lëshu, Drui Shtrembër, Erion Velia i Lebroz, u largu direkt. Arben Ahmetaj më keq, Kumbulla Dardha. Ilir Beqa, Lefter Koka, këto tjera të peshat e leta s'po i marrin. Çfarë e pengoi këtë zotëri me zonjën Belinda Balluku që ta lëshonte? Ky ne e dim kur ka hall ky të hedh në koshën e mbeturinave. Ka i momentu. Ju thash edhe herë tjetër, në rast se çfarë videosh janë? Këto janë bërë për mbrojtje, Flavio. Shiko, ajo është një njerëz shumë i zgjuar. Ajo ka gjithë marrëdhënien me Ramën të filmuar. Po, e keni parë ju tani komunikimet që ajo po nxjerr se këta po akuzojnë Spakun që sigur po nxjerr komunikime të kësaj zonje. Është vetë kjo që nxjerr komunikime me media të caktuara, të cilat i kanë shërbyer në momente të caktuara dhe tani kërkojnë arrestimin e saj dhe dorëheqjen e saj. Pasazhe të këtyre, sa ajo thotë unë e mbytur se e mbytur jam. Po nxjerr këto që të kap median sepse shiko, kur një pushtet shkel ligjin, nuk quhet më qeveri, quhet mafia. Këtu kemi vetëm veprime mafioze. Shikojeni me vëmendje se ç'a del në media. Dalin copza informacione. Degeneroi Bolino se Bolino mbajti i kërkoi dorëheqje Bolino në fakt asaj. Por kishim dy televizione të majta në Shqipëri, njëra thonte sulmon televizionin tjetër. Pra njëra i kërkon dorëheqjen, tjetra i thot, kjo pse i kërkon dorëheqjen, se un gazetari në Republikë Bananesh unë nuk kam pa gazetari tillë. Kjo nuk quhet gazetari. Këtu kemi të bëjmë me mafia zotëri. Këtu kemi të bëjmë me veprime mafioze. Prandaj u thash edhe herë tjetër, e vetmja mënyrë për me shpëtu që kjo zonjë ka pasur është pikërisht dokumentimi, jo me shkresa si Arben Ahmetaj, por me video e gjithë marrëdhënies korruptive, sepse e fundit zoti Rama kur emëron ministra, zëvendës kryeministra, ka një parim. Do t'i bësh këto punë apo jo? Pra ti bie dakord me firmën tënde aty, ja shet shpirtin djallit në këtë rast. Atëherë vetmja mënyrë që ti të mbrohesh është dokumentimi i kësaj marrëdhënie. Këtu kemi të bëjmë me dokumentim marrëdhënie. M'fal, këta janë si enët komunikuese, Rama me Ballukun. Pra, ajo lënda kimike kalon një herë këtej, një herë këtej. Prandaj është si bursa këta të dy. E qartë, duke qenë se pas pak do të spostohemi te rifillimi i sesionit kuvendor. Çaça, çfarë po ndodh me çështjen Balluku ligjërisht dhe mbi të gjitha do e arrestojnë, s'do e arrestojnë, mbijeton, si të duket ligjërisht?